Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Drejt përfundimit, një nga projektet më të rëndësishme energjetike në Ballkanin Perëndimor, zgjerimi i linjës së transmetimit 400 kV mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Projekti ka një vlerë totale prej 67.5 milion euro. Përfshihet zgjerimi i linjës 400 kV, ndërtimi i dy segmenteve të linjës Elbasan-Fier dhe Elbasan-Qaftan me një gjatësi të përgjithshme prej 130 kilometrash, ndërtimi në stacionit të ri Elbasan 3 si dhe riabilitimi në stacionit ekzistues në Fier. Maqedonia e Veriut bëhet gati për zgjedhje. Deri në fund të këtij muaji duhet të përmbyllet komplet procesi dhe pastaj do të ketë vendimmarrje politike për të zgjedhur kandidatët për komunat, tha Bilal Kasami në lidhje me procesin në Vlen për përzgjedhjen e kandidatëve për kryetar komunash në zgjedhjet lokale. Kasami tha se në Vlen gjithashtu po bëhen anketa për të parë se cili nga kandidatët ka gjasa që të ketë rezultate më të mira në zgjedhje. Në paraqitjen e tij të parë përpara opinionit publik, ministri i shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Azir Aliu, për personat mbi 40 vjeç paralajmëroi kontrolle falas për diabetin, presionin e gjakut, sëmundjet e zemrës dhe mëlçisë. Sipas tij, këto janë standarde europiane dhe me kontrolle të tilla do të ulë rreziqet për mbi 30%. Aliu, duke folur për prioritetet e tij në shëndetësi, foli edhe për dyshimet e opozitës se si profesionist nga sfera e IT-s do të ja dalë në sektorin e shëndetësisë. Aliu theksoi se në takimin e parë në ministri me ekipin e tij ka detektuar gjithsej 57 sfida, por si shtoi, sa më shumë sfida, aq më shumë energji për të zgjidhur duhen. Një prej tyre janë kushtet në spitale, sidomos kur trajtohen pacientët e onkologjikut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti paralajmëroi se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë nuk mund të ndodhë pa përmbushjen e obligimeve nga ana e Beogradit. Reagimi erdhi pas votimit të presidentit amerikan Donald Trump për të riangazhuar në dialogun Kosovë-Serbi dhe për të shtyrë përpara procesin e normalizimit. Në përgjigje, Kurti theksoi se Serbia po shkel marrëveshjen bazike dhe se hapi i parë duhet të jetë dorëzimi i Mila Radojčićit, të cilin e ka cilësuar si krye kriminal, përgjegjës për vrasjen e rreshterit të policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Shefi i qeverisë së Kosovës kërkon që presioni të jetë mbi Beogradin ndërsa vlerësoi rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shenjë paralajmëruese se së shpejti mund të jemi në agjendën e politikës jashtme amerikane është komenti i ish-ministrit të jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj mbi deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump se do t'i kthehet çështjes Kosovë-Serbi. Kjo deklaratë e presidentit Trump as nuk duhet të mbi-interpretohet, as të nënvlerësohet, ndonse është dhënë duke krahasuar marrëdhëniet Kosovë-Serbi me raste të tjera në botë, u shpreh Hoxhaj. Ndër të tjera, ish-ministri i jashtëm tha se për këtë gjë Kosova duhet të jetë e përgatitur institucionalisht. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.